Gjykata e Tiranës vendosi sekuestrimin në vlerën e 8 milion eurove mbi të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe llogaritë bankare të Kastriot Ismailajt dhe të familjarëve të tij. Gjykata e Tiranës vendosi sekuestrimin në vlerën 8 milion euro mbi të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe llogaritë bankare të Kastriot Ismailaj dhe familjarëve të tij. Tre gjyqtarët, me relator Artur Gaxha dhe antarët Flamur Kaplani e Julian Haxhiu, vendosën të pranojnë kërkesën e juristëve të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për sekuestrimin e pasurisë së Ismailajt. Ky vendim sekuestrimi u mor në procesin civil ndaj Ismailajt, ku OSHE ka paditur të pandehurin duke kërkuar dëmshpërblim për dëmin e shkaktuar ndaj shtetit shqiptar. Dëm ky që është vlerësuar në shumën e 8 milion eurove, duke përfshirë këtu shumën që Ismailaj ka përfituar me anë të mashtrimit ndaj ÇEZ Shpërndarja për mbledhjen e debive.